Pamna që shkolla është 2 kat edhe ka vendvotime edhe në kat dytë. Qysh ja bëni për shembull nëse vjen një person me karrocë me votu? A ka left shkolla apo qysh ja bëni? Faktikisht tu e kemi shtegun, do të zakonisht i lojmë të thotë në katin përdhes, që me ardha ata, por tash siç e dini edhe nga Komisioni Qendror Zgjedhor kanë shkuar për shtëpi, do të kanë kryer mundësinë që ata ta kryejnë votimin. S'kem pas ndonjë rast tash, por sidoqoftë kemi shtegun edhe që mund të kryhet mundësia edhe tek ata për më votu. Pra nëse ka për shembull emrin shënuar në kat të dytë, ja sjellni flet votimin këtu poshtë dhe e voton. Kryesuesit kryesisht i marrin informacion dhe pastaj bashkëpunojmë që çaj vend votime që do të katin që mundën me ardhur dhe kategoria e votuesit të nivelit të tillë. A keni pas sot kësi rasti për shembull ose një person me karrocë ose ndonjë i moshuar që s'ka mujt me ungjit? Moshuar kemi pas, po do thotë jo në atë nivel që mos e mujt për shembull me shku deri në vend votim, por jo bën ndonjë ndihmës, normalisht se ata janë moshuar pak mosha shtyr, nuk kemi pas ndonjë pengesë. Në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve e suksese. Kaq për momentin nga komuna Rahovecit, ju vazhdoni me na raportojmë kallzo.com edhe për të rejat më të fundit do t'ju raportojmë vazhdimisht.